Se pare faleminderit për juve, për Mitrosportin, për angazhimin ju. Gjithmonë kanë qenë pranë klubit, faleminderit shumë për juve. Do të vazhdojmë bashkëpunimin e juve se jeni në media që e përkrani sportin e veçati handballin. Se pare kisha me fillu se vitin e kaluar shumë të organizuar shumë mirë, ku vitin 2023 fitëm Kupën e Kosovës, ishëm finalist play-offit, edhe ishëm në Superkupën e Kosovës. Pos këtyre rezultate vendore ishëm edhe në garat evropiane, ku për ne gol, me Vogorçen, Sarajevo, Bosnë Hercegovinë, kena hup me 1 gol diferencë. Qa gol diferencë fitojshëm në shkeshëm rundin e tretë, garat e Kupës të Evropës. Një parasitje fantastike. Fantastike, qyteti Mitrovicës, në një lojë, dhe edhe ju kine qenë prezent, ka qenë të remi 1500 shikustëm, palestra stërmushëm, por mas asaj, mas aty në rezultate, erdhe një pyrë shumë e vështirë për klubin. Thonë të drejten, ka qenë edhe pyetja e ekzistenca e klubit. Por, thonë të drejten, nëse ne ish handballist me karrierë time 50 vjeçare, nuk lejova që klubit të vjen atë gjendje, organizum sa do që më të thuja edhe me mjetëve të nake, po këto do të përmenin, mos të jem hak edhe DKRS, Kuvendi Komunal ka qenë për krahët gjithmonë. Jo vetëm klubin të, por të gjitha klube. Por shumë atë cila unë do për klubin e handballit, thonë që na ka mjaftue për me mbet me egzistue. Faleminderit të gjithëve që na kanë përkrah, edhe na kanë fillu bashkëpunim me ta, ka thënë vazhdo trener, vazhdo me klubi Trepça, ka traditë si atë dhe jo, kështu që kena vazhdu edhe sezonin e parë. Prej 14 ndeshje 0 pikë. Me lojtarë të gjithë moshës, thëmë kadet, pionira, junior. E vetë me lojtarë me përvojë në atë sezon ka qenë kapiteni Amar Mujka, cili ka animu klubit, pa kompenzime ka përru të gjithë lojtarë me lu. Po dhe nasë që kena me të hak, qatë moment kër kemë bo mjetë, nuk kena kry obligime, nuk kena me hak. Por, thëmë të drejten, sezonin e dytë, e pa tapet për krajen, e drejtorisë DKRS dhe Kuvendit Komunal, prej Bedri Hamzës, Arjan Tahirit, Faris, Nazit, të gjithë këtyne që thanë jo vazhdojnë na do të përkrajnë, edhe u përfaqësova me 4 lojtarë. Për me mbet ligë, po ishte shumë vështirë. Kthimi Salim Axherës e bani ekipën komplet, 4 lojtarë vendor, me asnjë lojtar jashtë Kosovë. Të gjithë lojtarë vendor edhe shumicat Mitrovicës, rrethimet Mitrovicës. Arrit të bëjnë ekip të mirë, ku konkurrentë tonë na ikshin për 8 pikë. Ishte diçka thuja pa mundshëm, edhe të gjithë me duhet që Trepça dhe të bjen nga Superliga, po me vazhdimin tem edhe bashkëpunëtorëve të mi, sidomos këta që kanë qenë. Unë i përmena kush na ka përkrah, do me thonë na ka përkrah numër 1. Na ka përkrah DKRS-ja, Kuvendi Komunal i Mitrovicës, e kohën e funit, edhe është një ish lojtar, Fisnik Salirit, që dhaj me ndoshta me mjetë e simbolike, po për neve të mëdha. Për neve për klub ishën të mëdha, arritëm bëjmë ekipën, arritëm fitojmë, 6 lojë 12 pika i bënëm, edhe sigurum barazhin. Barazhin në Superligës me me. O do të keme lojnë me Prizrenin, Prizrenin është i dytë i ligën e parë, por ata pajtojnë që klubi handballit Trepça, në bazë traditës, angazhimit edhe përvojës që e ka, edhe rezultatet që i patëm, e kam fjallë për sezon pranë veror, se sezonin vjeshtor 0 pikë, pranë ver i bënëm 6 fitore. Edhe ata thënë jo, na nuk do të luajmë me Trepça, Trepça meriton me mjetë Superligë, edhe kanë kvalitetin. Faleminderit respektujnë për klubin e handballit Prizreni. Kështu që vazhdojmë betum në Superligë, edhe është shumë dashur gjatë karrierës time pos diko 27 si që di nevoj kom fitu me klube, me përfaqësuese, me kombëtarën, me Prishtinën, me Trepçën. Kjo për mua është nështë suksesi më i madh ose kupa më e mirë për të gjitha këto që është. Zoti Kaposh e përmendur vetë me 14 humbje. Pastaj ai rikthim. Sa ka qenë vështirë për ju që më marr veten dhe më vazhdue. Po them shumë probleme, sfida. Na thashë kishim përkrahur kontakt me njerëz që kanë autoritet komunë Mitrovicës, i përmend edhe me emra, pajtum rëmë do kohë që me vazhdu klubi, me bë garat, përkrahën kena me pa që është edhe ndodhe pa të përkrahëve, mbjetum Superligën e Kosovës, vështërsit, kërkush nuk ka besu që Trepça do t'jetë. Me lu 14 lojë, një sezon pas një pikë, kur sezonin pranë veror, me vazhdu, thuja me 8 lojë 6 fitore, të gjithë konkurrenti kena mujtë ka 2 herë. Lapin,
ushtrin, vjose në shtimes, keshëm dhe më thonë shumë. Ne këtë rikëthim shumë e madh për klubin tonë, edhe mendoj që është sukses dhe jam i lumtur që arritëm që Trepça të mbetojë në Superligë. E përmendu që keni luajtur me lojtarë shumë të rinj. A është e mirë kjo edhe për këta handbollistë që kanë marrë sa të pak një përvojë dhe tash një shërbim për edicionin e ardhshëm? Shumë i recept, fatmirë se unë jam edhe se lojtarëve të rinj, gjithmonë kohë. Se do çdo klub që kom qenë Avrusëve, dhe knasia me me madhësh kërë është një djallë i ri, një 16 vjeçar, është antar i seniorve. Unë i kom pas 8 lojtar, moshës 16 vjeçar, në formacionin e seniorve. E kjo e adaptuar në ekipin e parë? Ata është ka bërë përvoj një vjeçare, këtë sezon nuk do të ketë problem. Mendoj që Trepça me pak angazhe, me pak sponsor. Apet e kem prekrajnë për Kuvendit Komunal dhe KRS-s, me jem bisedime me 2-3 sponsor, duke po ata që na po përpiqem, po punojna, e meriton klubi handboll me traditë që ka, edhe djemtë e Mitrovicës që janë të angazhuar, moshës 3, do na përkrajnë besoj me 2-3 sponsor, edhe besoj që këtë sezon, kur startojmë 2025-26, ma ato probleme s'do t'i kemë. Qofse ka sponsor, do t'liftojmë për vendin e parë, për kupë, për Evropë. Po qofse nuk ka, do të vazhdojmë apet me lojtarë të ri, po ma nuk rrezikohet Superliga do t'jenë mes tabelës, ose që na afrohen sponsor të liftojnë për vendin e parë. Se handboll do të pak mjete, nuk do të milionëshe. Me pak mjete, me 20-30.000, 40-50.000, të më njerë kandidat për kupë dhe për titë. Zotë Laposh, ne i pomë shumë mirë se si Kastrioti me një organizim të jashtëzakonshëm e fitoi kupën e Kosovës, është pretendent për titull. Pra edhe Trepça si duhet shumë pak, plus fotra me traditë për me arrit një sukses. Kastrioti në sezonën pranveror, se vjetë e kam fjallën, një lojë 2 nuk kanë pas kushte me zhvillu. Me një sponsor, me një sponsorim dhe klubit që ku kam ri Kastrioti, me fitu kupë dhe kandidat të shpërtitë. A mendon se kur është e fortë Trepça, kur është e fortë Kastrioti, edhe cilësia e handbollit për handbollin e Kosovës ka një pasqyrë tjetër. Po nuk ka fatmirë, shumë mirë e ka thuar, nuk ka ligë, Superligë pa Trepça. Çfarë ligë në futboll, tash po him te pak më të çan, çore futboll. Pa Trepça nuk ka ligë. Pa i në që mu tjera të ekipe, po shumë do më thonë tradita njëtë në sport të gjithë. Trepça e ka venin në Superligë futbol, shife basketbol. Të gjitha në tjeshet ku lunë basketbolli, hallat jenë plota. Si vendas e mosafir, se emni tradita bënd vetën. Edhe na, pak, me sponsorin pak, na ofrojnë sponsorët në klubin tonë, edhe na më nërë të kushtet palestra, të ka interesim, do t'jena për kopë, do t'luna në Evropë, qytetin Mitrovicë e meriton. I vetëmi është për krejt klubeve me traditë që ka lu ligën më të fortë, ishë në Jugoslavi thuja në Evropë dhe në botë, Trepça dhe atëherë ishë borë Ciferizaj të Kastrioti. Qashtu ka qenë dhe futbol, Trepça dhe Prishtina, djetë kësh ka qenë, Prishtina në boks, e që të janë klube që kanë qenë më kvalitative, në për 20 vjetë, për 50 vjetë ashtë atë vjetë. Zotë Laposh, për të kthy Trepça tek sukseset, për të rikthyer dhe shikuesit dhe për të qenë e skuadrës që ka qenë. A jeni në bisedime me ndonjë sponsor apo ka lëviz diçka në këtë drejtim? Po ndoshta shumë dashamirë se mbutë të presin këtë. Them të drejtën, pas kësaj pauze një vjeçare që e patëm, edhe arritëm me bjetu, besoj që tash do të vëdësohen të gjithë dashamirët e sportit, të gjithë sponsorët që klubi e handbollit ka nevojë. E meriton për sponsorim. Je bisedime se paku me 2 ose 3 sponsor, edhe në përkrahën që ka dhe më herët Kuvendit Komunal Mitrovicës edhe dy KRS-s bashku, mendoj që do të bëjmë një buxhet edhe Trepça mos vjen atë që ka qenë si vitin që e la mbrapa. Unë do të punoj, do të angazhohena me krejt fuqinë që e kam, me traditën që e kam, përvojën që e kam sport, i bëj ftesë që të gjithë të vitë në bashkohen. Ka vend për të gjithë, edhe për funksione ndryshme, edhe për sponsor, edhe për ta në veç të turnojnë, sidomos ishë handbollistët. Klubi është qelë, dyrt janë qelë për të gjitha. Zotë Laposh, nëse veç ka sponsorizim dhe kushtet përmirësohen, sa ka talenta në Mitrovicë, sa i përket sportit të handbollit, që na me pas, do të thotë bazën e ekipes me lojtarë vendor. Na nuk kemë problem, na e kemë të gatshëm tash. E kemë të gatshëm vetë 12 lojtarë vendor të Mitrovicës. Na kemë nevojë për vërcime për 2-3, jo për 5-6 10. Ka disa handbollistë janë me përvojë, boj barë kryesore. Kemë edhe 2 me përvojë, Salim Axher, Amar. Mujka e këta tjerë janë junior kadet, po këta tash veç janë kanë bë përvojë. Me 2-3 përvojësime na betë të jem kandidat. Na me 2-3 përvojësime vitin e kaluar
para këtij sezoni 2023 dhe kena qenë fitues, finalist, Superkup në Evropë, me 3 përforcime 2. Nuk na vina me pas 8-10 se që në tjera ekipe që i bajnë. Neve me pak përforcime, do t'jepet rast e lojtarëve vendor. Kosova ka djem 3, ka talenta, shefen në për Evropë, gjithkund çdo klub përmenen ku të shkojsh, ka Kosova, Shqiptar, ka Shqipnia, ka Kosova. Sidomos Kosova për e mbo ka talenta shumë. A mendoj që ju keni dhënë hapësirën e duhur trajner sipas teje? Po, unë në klubin tem po, edhe të gjitha klubet e Kosovës ka shumë ma shumë me përqindje lojtar vendor se lojtar të huaj. Në shtajnë federata me suksesshme, jo veç me fjalë, për me rezultate. Para mendoni tash 3 herë gjeneratat tona kanë lu kampionate evropiane botërore, që se ka asnjë sport kolektiv, po foli për sportet kolektive. Edhe kem gjasa edhe me senior, mu falikun evropian. Një sukses historik do të ishte dhe. Vetëmi sport jem, por që ata i ftoj sponsorët të investojnë ato ku duhet e rinë tonë ma shumë. S'po thëmë tjera klube mos me investu, se dhe ka sponsorët e vetë edhe ka sportin e vetë. Po, handbolli mas shpejt i mrinë të erit e kvalitetit e rezultatit. Pra na mungojnë sponsorët dhe duhet një investim shumë më i madh. Edhe puna normal gjithmonë punë. Puna nuk mungon. Vetëm na vjen edhe sponsorim jetë për me arrit rezultate kulimore. Zoti ka bërë një pyetje fundit sa i përket trajnerëve. Sa kemi trajner në Kosovë që mund ta bëjnë punën ashtu si duhet? Po ka pas fati që na kena pas trajner gjërota të reja. Po, kena pas përvojë në për këtë karat më të forta që kanë qenë, edhe brez mas brezit e kemi trajnerët e ri kemi trashëguar edhe janë afruar edhe kanë bërë përvojë na që ja kanë përcjell përvojën na trajnerave të ri. Kosovë gishta më një trajnera të huaj, nuk ka, 1-2. Po shih tjera sportet thuja shumica të huaj. Kurse në handbolli thuja 90% ka trajnerat vendor. Kjo është e mirë gjithsesi. Mirë është e mirë se na kena kaluar për liga më të forta. Nëse vjen një trajner që jam kundër, të vjen kvalitet. Të vjen kvalitet jo në nivelit tonë. Çka po? Të vjen ai trajner ku vjen nivelit të njëjtë. Pse mos me kanë joni, me kanë huaj. Po që se vjen të vjen kvalitet, që ja shojnë orën e trajnera të ri, edhe lojtarët kur rekrujnë karrierën, bëjnë përvojë për tyne. Që kjo është shumë rëndësi. Zotri Kaboshi, edhe për në fund, ndoshta një thirrje për bashkët, që sa më shumë sponsorë të bashkohen klubin Boll Trepça dhe të kthehet aty ku ka vendin. Faleminderit shumë. Trajnerin e kemi, tani talentat i kemi, na duhet një sponsorizim më i madh. Faleminderit shumë për juve, thash edhe në fillim që keni qenë gjithmonë pranë klubit, edhe kushtet më të vështira kur ka qenë klubi gjithmonë i qenë prezente për palestra. Që kjo është e mirë e sportit, edhe bëj apel që të vazhdojmë bashkëpunimin edhe për të mirë e për të keq, po tjera të raste për të mirë. Për të mirë për rezultate, për klubin e handbollit dhe të gjitha klubet e Mitrovicës, po edhe të Kosovës, po në veçantë tash për klubin e handbollit Trepçës. Unë falenderoj shumë dhe shpresoj që Trepçën ta shohim aty ku ka vendin. Ke punu jashtëzakonisht shumë tash me vite dhe të uroj shumë për këtë motiv, për këtë vullnet që e ki dhe të dëshiroj shumë suksese. Faleminderit shumë.